Përshëndetje të dashur miq, ta mirë se erdhët. Përsëri do të shoqërohemi sot edhe me një tjetër recetë. Jemi në sezonin e nxehtë, ku po fillon tani edhe sezona e verës, dhe po kërkojmë receta më të lehta, më të shpejta, sidomos për të shoqëruar për kafet e pasdites, dhe unë gjithmonë preferoj që kafen e pasdites ta shoqëroj me gurabia ose me biskota. Recetën të cilën po ju paraqes sot është një nga recetat e mia të preferuara dhe është receta të cilën ne përgatis gjithmonë. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Dhe gjithmonë si bazë për përgatitjen e gurabiave ose biskotave është gjalpi ose margarina. Mund të përdorni edhe margarinë, por më të mira bëhen me gjalp të pakripur. Duhet të siguroheni që gjalpi të jetë i zbutur mirë në temperaturë dhume, diku 2 deri në 3 orë përpara se të vazhdojmë që t'i përgatisim. Në total do të shtojmë 125 gram. Nëse ju doni të përgatisni më tepër, do i të fishoni të gjitha masat të cilat unë po i përdor. Tani të gjalpi do të vazhdojmë që të shtojmë vaj. Një gotë çaji, një gisht më pak, që të kemi dikon 80 ml me vaj. Vazhdojmë shtojmë edhe një vezë plot. Në këto gurabie do të shtojmë brenda edhe një sheste. Një sheste është ajo që do i bën të pritëta dhe do ja jep një shije edhe më të mirë. Shtojmë një aromë vanilje. Ndërsa pluhur për pjekje, në këtë recetë nuk duhet të shtojmë shumë, por vetëm një lugë çaji. Pra nuk duhet që të na fryhen shumë këto gurabia, duhet që të na mbesin ashtu pak më të holla, sepse do i bëjmë 2 nga 2 bashkë pastaj. Tani vazhdojmë që ta shtojmë miellin, dhe siç ju them gjithmonë kujdes me miellin, sepse mielli gjithmonë ndryshon. Asnjëherë nuk mund që t'i japim masat e sakta dhe fikse të miellit, por gjithmonë do e kontrollojmë duke shtuar kështu pak nga pak dhe duke formuar një brumë të butë, por dikon përafërsisht 450 deri në 550 gram miell do ju nevojiten për ta formuar një brumë të mirë të gurabiave. Vazhdojmë tani në nxehje dhe duhet ta formuojmë një brumë të butë. Dhe tani jam duke ngjeshur brumin. Do të siguroheni që brumi është tamam i formuar kur të fillon që të shkipet nga dora. Pra po e vrini se duhet të shtojmë edhe pak miell vetëm, dikon vetëm edhe një lugë qele miell, dhe vazhdojmë të ngjeshim edhe një herë të fundit. Dhe brumi është gati, pra duhet të formoni një brumë mesatarisht të butë, i cili nuk do ju ngjitet për duar kur ta merrni për ta punuar. Dhe tani vazhdojmë që t'i rendisim një tepsi për pjekje. Poshtë tepsisë është mirë që të shtroni litër për pjekje. Në këtë mënyrë nuk do na ngjiten fare gurabiat pasi që të na piqen. Dhe vazhdojmë tani që të marrim kularç të vegjël. I bëjmë një herë kështu në formë rrumbullake në duar dhe vetëm i shtypim kështu nga pak. I rendisim në tepsi. Vazhdojmë një herë kështu në të njëjtën mënyrë. E përgatisim tërë brumin, duke u siguruar që t'i bëjmë të gjitha të barabarta, edhe pse nuk do të mund t'i bëjmë fikse, por do mundohemi. Dhe ju garantoj se po që e provuat edhe ju këtë recetë, nuk do e ndani më nga kuzhina e juaj, pasi me të vërtet këto gurabi shkrihen në gojë. Dhe tani që i kemi përgatitur të gjitha gurabit dhe i kemi renditur në tepsi, është koha kur duhet që t'i pjekim në furrë. Duhet të bëni kujdes. Asnjëherë gurabiat nuk guxoni që t'i skuqni shumë, pra t'i bëni të kuqe. Duhet të mbesin më ngjyrë të qelet më të bardha, pasi këto duhet të thahen, jo të piqen. Furra duhet të jetë e nxehtë shumë, por në momentin kur do i fusim tepsinë e gurabiave brenda në furrë, do ndalojmë zjarrin në 180 gradë. Dhe ashtu në 180 gradë do i pjekim për 20 deri në 25 minuta. Dhe të dashur miq, gurabiat janë pjekur, i kam larguar nga furra dhe përmbi i kam stërpikur pak me sheqer pluhur. Dhe disha që kërkoj ndjes, pasi gjatë përgatitjes së brumit të gurabiave më është ndalur video dhe nuk e ka kapur pjesën kur kemi shtuar brenda 3 lugë gjelle sheqer pluhur. Recetën e shkruar të plot të kësaj recete të gurabiave do ta gjeni edhe poshtë të videos, pra ju lutem shikoni videon me kujdes dhe lexoni poshtë të gjitha produktet e sakta që ju nevojiten. Në që janë ftofur pak gurabiat,
kemi nevojë për marmalat. Unë po përdor marmalat të lule shtrydhave, të cilin e kam përgatitur vetë në shtëpi, por mund të përdorni çfarë do lloj marmalate që ju keni dëshirë. Marrim një pjesë të gurabisë dhe brenda vazhdojmë që shtojmë marmalat. Recetën e marmalatës të përgatitur në shtëpi me lule shtrydhe e kam postuar vitin e kaluar në kanal. Në qoftë se jeni të interesuar edhe ju që ta përgatitni në shtëpi, është me të vërtetë i mirë, ju sugjeroj që ta përgatitni të gjithë. Vazhdojmë kështu, shtojmë marmalat dhe i bëjmë gati bashkë, por do të vazhdojmë që të shtojmë ende edhe diçka tjetër në këtë recetë të gurabive. Vazhdojmë një herë kështu, i përgatisim të gjitha. Shtojmë marmalat dhe po e vrejni dhe sa e trash është bërë marmalata. Është shumë e lehtë. Dhe unë gjithmonë përgatis shumë, pasi e kam qef shumë marmalatën nga lule shtrydhet. Dhe tani do kemi nevojë për qumësht. Qumështi duhet të jetë i ftoftë dhe pak kokos. Vazhdojmë tani se cilën gurabi ta lyejmë një herë në qumësht, pastaj në kokos, por me shumë kujdes. Marrim një gurabi dhe rrotullojmë në qumësht, por vetëm pjesët anësore. Në këtë mënyrë dhe me njëherë e rrotullojmë në kokos. Vazhdojmë në njëjtën mënyrë me shumë kujdes, duke i zbutur në qumësht vetëm qoshet dhe me njëherë e rrotullojmë në kokos. Dhe tani pasi kemi renditur të gjitha në tepsi, do vazhdoj që të shtoj shumë pak sheqer pluhur përmbi secilës. Ndërsa unë tani do të vazhdoj që të përgatis një kafe turke, do të vazhdoj që t'i shijoj tani me kafen e pasdites. Dhe pra të dashur miq, gurabijat janë gati, kafja është gati, nuk kam vetëm asgjë tjetër përveç se të vazhdojmë dhe të shohim këto mrekulli të gurabive. Shpresoj që do ta provoni dhe ju këtë recetë dhe do ngjellni të kënaqur edhe nga shija e tyre. Deri në recetën e radhës, mbetni të përshëndetur nga unë.